Administrata e zonave të mbrojtura ka marrë maset kundër zjarreve për këtë sezon veror. Drejtori rajonal Agim Darda tha se puna është organizuar në bashkëpunim edhe me vullnetar të shumt, të cilët mbrojnë këtë kaos në mënyrë që dëmet e mundshme nga zjarri të jenë minimale. Në të gjithë qarkun e Shkodrës ne kemi hartuar planin teknik organizativ për mbrojtjen e pyjeve kullotave nga zjarri, duke arritur marrëveshjet me të gjitha njësitë vendore, sigurisht edhe me njësitë zjarrfikse por për mua më e rëndësishme është të kemi një ndërgjegjësim të komunitetit dhe të vizitorëve në pyje, sepse jo çdo sipërfaqe mund të mbalohet me punën e shtetit. Dhe informacioni në kohë është shumë i rëndësishëm dhe sigurisht mos ndezja e zjarreve, dhe nëse bëjmë piknik, ata pasi të ndezin zjarret për piknik, të kenë kujdes që ta fikun dhe ta ndezin atë vende më të përshtatshëm mos kemi përhapje zjarrit. Vitin e kaluar janë shënuar disa vatra zjarri në qarkun Shkodër, kryesisht edhe në territorin e zonave të mbrojtura. Ndaj vëmendja e institucioneve këtë vit është që këto raste të parandalohen përmes ndërgjegjësimit, po ashtu do të punohet edhe për ndëshkimin e personave përgjegjës.